Zëvendës Kryeministri i parë dhe Ministri i Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Jaop Kunuca. Zëvendës Kryeministri i dytë dhe Ministri i Drejtësisë, Dominika Gërvalla. Zëvendës Kryeministri i tretë për çështjet e pakicave dhe bashkëpunim, Fikrim Danka. Ministri i Financave, Hekuran Murati. Ministër për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Shqiptare, Andim Hoti. Ministri i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci. Ministri i Punëve të Brendshme, Xhelat Sveçna. Ministri i Digitalizimit dhe Administratës Publike, Lulzon Jakçiu. Ministri i Shëndetësisë, Arben Vitia. Ministri i Arsimit dhe Shkencës, Hajrullah Çeku. Ministri i Kulturës dhe Turizmit, Saranda Bogojevsi. Ministri i Administrimit Pushtetit Lokal, Elbert Krasniqi. Ministri i Sportit dhe Rinisë, Jerim Gashani. Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Fitore Pacolli. Ministri i Fuqësisë, Brutarisë dhe Zhvillimit Rural, Armend Muja. Ministri i Infrastrukturës dhe Transportit, Dirman Basha. Ministri i Industrisë, Përmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, Mimoza Kusari. Ministri i Ekonomisë, Artane Rizvanoli. Ministri për Komunitetet dhe Kthim, Nenad Rashiq. Ministri për Zhvillim Rajonal, Rasim Demi. Mandati të cilin po e kërkojmë është mandat pune, drejtësie dhe digniteti, secilin mandat sigurie dhe begatije për të gjithë. Ju falenderoj për vëmendjen e drejtanishme dhe paraprakisht për bashkëpunën e tyre.